se hyni sikur të ju pushkatojnë ju gjithë. Tani do bëjmë një blok reklamash. Mirë. Do bëjmë një blok reklamash. Për shembull, Ermal më duhet një reklam për vajin. Për çfarë? Për vajin. Marr mota. Vaj lule dielli apo vaj lule dielli? Për të vaj këtu më. A ju ka ndodhur ndonjëherë t'ju mbaroj vaj krejt papritur? Ë? E pra, ja ku ju mundsojmë vajin ton të ri. Jo vetëm kaq, por për 400.000 lek. Juve përveç vajit do të merrni falas dhe shishen e vajit. Wow! Por nuk mbaron këtu miq. Të dashur miq, nuk mbaron këtu. Përveç shishes vajit dhe vajit, ne ju japim falas dhe tapën! Të shisha këto! Vaj, shisha vaj, tapa! Vetëm për 400.000 Mirë Ermal, qetësohu Ermal. Mos them që edhe kjo e barna Që edhe etiketën, miq, për 20.000 lekë ekstra keni dhe etiketën e vajit. Se harrove Ermal. Ke dhe etiketën. Mirë, kënë tjetër. Dua një reklam për një tjetër mjet kuzhine. Okej. Të nderuar miq, të nderuar teleshikues, a jeni të lodhur nga jeta përditshme kuzhinë, nga jeta një shtëpiake të dëshpëruar? A jeni të mërzitur sepse keni gjalpin dhe nuk dini me çfarë ta shtroni në bukë? Përpiqeni, keni bukën përpara. Përpiquni ta shtroni gjalpin dhe nuk e realizoni dot, Sa herë keni dashur që të merrni një kokër moll keni uri dhe nuk e hani dot. Tentoni ta prisni por nuk pritet dot. Zonjë zotrin, tentoni ta prisni dhe nuk pritet dot. Zonjë zotrin, zgjidhja ka ardhur me 600.000 lekë të vjetra. Me vetëm 600.000 lekë të vjetra, ne ju ofrojmë këtë. Tehun e thikës. Dhe falas për 20 telefonuesit e parë, do vi dhe doreza. Zonja dhe zotrin, jeta juaj do ndryshoj. Ju nuk do t'jeni më një shtëpiake dëshpëruar. Ju mund ta prisni me lehtësi të mrekullueshme mollën, të hani një mollë dhe të freskoheni. Në qoftë se telefononi tani, të dashur teleshikues, thika vjen e mprehur dhe e larë. Telefononi tani. 600.000 lekë. Albano, dua një reklam për një ndër mjetet që gjendet në sallon. A mos më zgjidh mua. Nuk jem mjet. Bëjmë me kështu. Ta bëj një reklame këtë? Atëre, zonja dhe zotrin dhe çuna të vegjël ti aty, pusho. Sa herë keni kaluar rrugës në blok, në Trekëndsh, në Rrethor, në këto vende të që ka lokale dhe keni parë nga këto rrugës dhe keni vrarë mendjen, çfarë është kjo? E pra, ne përveç se ja u shesim, edhe ja u tregojmë se çfarë është. Kjo mund të përdoret për këtë kështu. Ulesh, nxjerr telefonin, alo mirëmbrëma, edhe në qoftë se telefononi 100 të parët, ne do ju mundsojmë që të vëni edhe këmbën tjetër kështu. Për shembull, madje, për ata 20 mas 100 të parëve, do japim kariken me 4 këmbë. 2 keni nga ne, jo me 2 falas, se me 2 mund të bie të rrezohesh hapësh kapë edhe spital me normal urgjencës. Por, da merrni me 4 karike. E kuptova? Çfarë shikon ti? Karike ulesh, është e mirë. Shyn. E okej, një objekt i papar karikja. Juli, si mund të hapem patatinat? Ma ti po hapim edhe patatina. Si kishte ti? Patatina mo që. Si mund të haj? Hapi! Të nderuar zonja dhe zotëri, sa herë keni tentuar të hapni këto patatina? Për t'i hapur kështu. O zot, nuk po i hap dot, se s'hapen këto patatina me një dorë. O zot i madh, neve. Pse dreqin qeshni? Ne ju vëm për thjesht 1.357.000 lekë në dispozicion dorën tjetër. Dhe pastaj duke zgjatur gishtat e kapim dhe uala! Por, për 20 të parët, mund t'ju ofrojmë dhe këtë dorë që fut në gojë patatinën e parë.
Ju falë. Atere, Genti, Urdhë. më dëgjoj me vëmendje. Po. Ata të cilët lexojnë gazetat, ka nevojë për një ndihmë. Çfarë produkti mund t'i ofrojmë atyre? Zonja dhe zotrin, jeni tipa që shkoni në bibliotek, jeni tipa që lexoni shtypin e përditshëm, e di që jeta është shumë e vështirë për ju, e di që ju kap sikleti, djersiteni, ju vjen turp nga të tjerët, sepse nuk dini si të ktheni faqen tjetër. Por zonja dhe zotrin, zgjidhja erdhi, sepse ne, bashkë me shtypin e ditës, nëse ju prenotoni, ju sjellim në shtëpi Julin, i cili do të bëjë të mundur që gjithmonë gishti juaj të jetë në pështym për të kthyer faqe tjetër. Shikoni sa lehtë që është. Dhe nuk mbaron. Doni të shikoni një album fotografi që ka fletet e trasha dhe s'ja dili dot. Bravo, nuk mbaron zonja dhe zotrin. Keni shkuar zonja dhe zotrin. Keni shkuar tek posta. Ti çoni të dashurës tuaj një letër, një zarf dhe ndjeni siklet dhe u skuqeni. Dhe u vjen turp nga arktarja, por me Julin pran çdo gjë do jetë shumë e thjeshtë. Dhe vendosni pullën e postës. Zonja zotrin, telefononi tani dhe Julin mund ta merrni në shtëpi për vetëm 2 milion lek. Dhe ç'është më rëndësishmja? Sa herë ju bëhet ekrani i celularit në gishta? Dhe Juli është kudo pranë jush. Telefononi tani dhe mund ta merrni falas. Albano, jetojmë në kohë krize. Një reklam, Turin fal. po. Juli në këtë numër që është llapist. Ermal, lëre kakin. Po shijoja këtë. Mos e shijo. Mirë, Albano. Ti do bësh një reklam në kohë krize. Okej. Se po e bëjmë. Sa më mirë? Pak poshtë e ke fillu reklama. Vazhdo. Ju ka ndodhur ndonjëherë të ngeleni pa lek? Ju ka ndodhur ndonjëherë që të doni të blini diçka, po s'keni kokër leku në xhep të paguani? Po kam. Ju ka ndodhur t'ju kërkoj gruaja lek, por s'keni shtjepni, se s'keni kokër leku me vete? Për vetëm 19.900 lek, mund t'ju them diçka magjike që ju shpëton nga halli. Nuk keni të vetmit. Më ka ndodhur dhe mua. Sa e që s'keni lek? Ju gjatë aty. Kur s'ke lek? Më merr mua në telefon dhe unë të them, s'ka problem, se më ka ndodhur dhe mua. E ti fakt çlirohesh, ose ti çuni aty. Kur e dashur ato ti sa dhe një cappuccino. E ti s'ke lek, e vetë 500 lekë, ka dhënë mama në vjet thashë byrek. Fa më merr mua në telefon. Për vetëm 199.000 lekë. Do them, mos të mërzit, më ka ndodhur dhe mua. Ti aty, ose ti le. Ti aty. Sa e që shu, fa mua në telefon, më ka ndodhur dhe mua. Tani, ju lutem shumë. Qa do them unë, kur ju të merrin telefon, më ka ndodhur dhe ti pusho mos fol. Mirupafshi, vetëm 199.000 lekë në vjetra. Zonja dhe zotri, ose më mirë, vetëm zotri, largohu qik, lutem. Ju kanë nxjerrë ndonjë gruaja jashtë? Mo pse gënjeni, ju kanë nxjerrë gruaja jashtë, gjithëve pëçë. Ama pse bëni kështu më burr? Qyqja si. Okej. Firma jon ju ofron këto kartona për të fjetur në rrugë. Shikojeni. Po sa lekë për Shikojeni të dashur zonja dhe zotri. Dhe nëse telefononi tani, ju ofrojmë kartonin me ajrosje. Që ju të mos mbani era këpuc. Jo. Ju lutem, e lamë mbëlsirën për në fund. Sepse kompania jonë ka sjell dyshekun magjik. Po, direkt. Dyshekun magjik. Dysheku i mrekullueshëm. Dysheku i Aladinit. Dysheku që bën 1001 mrekulli zonja dhe zotrinj. Dhe është me një çmim komplet të pranueshëm. Vetëm 3.000 euro. 3.000 euro të vogla të cilët ju s'po dini ku t'i çoni, mund të merrni këtë dyshek, të cilin ju mund ta përdorni për shumë gjëra të dashur. Sa herë ka rastisur që ju kanë njerëz shtëpi, miq të afërm, kushuni, halla, teze, çuna xhaje, shok të dajës, dhe s'keni ditur ku t'i vini të flinë. Me këtë dyshek, të cilin mund ta përdorni për të fjetur, po.
Mund ta përdorni, por edhe si mur ndarës, ju lutem. Si mur ndarës. Okej? Ja, është si mur ndarës. Një Albano. Ha, Juli. Për pasur intimitetin tuaj, dhe kallata është me një lëvizje fare të vogël kthehet përsëri dyshek. Po. Fap. Është dyshek i tmerrshëm fare mo. A keni dashur ndonjëherë me shokun tuaj të ngushtë të bëni një xhiro me motor dhe nuk e bëni dot? Ja. Me dyshekun ton, mund të bëni xhiro me motor nëpër bllok, ta ngrini motorin në rrotë të parë, sa t'ju doj qefi. Ju lutem? Dy shok të ngushtë. Dhe kallata është me një lëvizje, kthehet përsëri në dyshek. Atoni t'i aktoni fëmijët. Kanë festën e ditëlindjes fëmijët dhe nuk kanë një poni të vogël me caktor. Dhe ky dyshek bëhet poni. Ja djali im 5 vjeç, që po artohet me ponin e tij. Sonja dhe Zotrin. Albano. Sonja dhe Zotrin. E bëri ponin. Me një lëvizje bëhet përsëri dyshek. Dëshironi të jeni të fortë, të jeni të fuqishëm. Ky dyshek mund të transformohet në palestër, mund të transformohet në një theks boksi. Juli, po. Urdhëroni? Okej? Sonja dhe Zotrin, dhe me një lëvizje kthehet përsëri në dyshek. Por mrekullia nuk është kjo. Mrekullia nuk është kjo, të dashur teleshikues, por vetëm 3.000 euro. Në këtë dyshek nuk flen një njeri. Në këtë dyshek flen 2 vet. Ermal. Albano. Jo nuk mundem. Jo 2 vet. Nuk mundem. Për vetëm 3.000 euro. Në këtë dyshek. Lini. Në këtë dyshek. Urdhoni çuna. Kokë kam. Mund të flen edhe 4 vet. Ja, kështu. Por si do ishte jeta juaj në qoftë se në këtë dyshek do të flinin 6 vet. 6 vet. Po, hajde. 6 vet të dashur teleshikues. Prit, këtu. 6 teze që kanë ardhur nga larg. 6 teze. Për vetëm 3.000 euro. Po sigur në këtë dyshek të flinin 8 vet. 8 vet. Dhe pasi jeta juaj është relaksuar dhe tezet i keni vendosur në gjumë, mund të flini edhe hatë në dyshekun tuaj të preferuar. Atëre, qëndroni aty ku jeni. Atëre, është shtriu gjenti. Po, Atëre, ky është realisht një dyshek magjik. Qetësi djema. Qetësi Juli. Juli më dëgjoni me vëmendje. I ulim dritat. shumë flok mo. I ulim dritat. Besoj që jeni shumë komod. Ja duroni dhe pak se do e mbyllim. Më lejoni t'ju tregoj një prallë. O Turi! Na ishte një. O Turi! Po. Na falë se na kanë ardhur 2 çuna daje në moment fundit. Urdhëroni ju lutem. Okej. A mirë jeni, Ermal? Jo! A, do ta dëgjosh të prallën? Jo! Mirë, çoni, ishte dysheku fantastik. Faleminderit zonja Zotrin. Mund të mbaj 10 veta. Hajde. E rregullojmë skenën. O Turi. O Tur. Po. Sot ka ndodhur diçka fantastike te ky numër. Çfarë ka ndodhur? Marrëm këto 2 çuna këtu Po? dhe ky djali me të kuqe më thot mu, a marr me mu te semaforin. Mirë, e rëndësishme është që keni respektuar semaforin të ty.